zgjedhor partive të qendrës djathtë. Unë njoh me përdorimin nga Edi Rama të bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës. Unë njoh me listën e kandidatëve të krimit me në krye Edi Ramën dhe vazhdon me Sara Milën, me Hoxhën e ministrin e krimit, me Tauland Ballën, me 10 kandidatë të tjerë të botës së krimit. Unë njoh dhe u denoncua botërisht përdorimi i qindra milionerove për të blerë vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Dhurata 70 milion euro për votën, falja e 200 milion eurove të gjobave, mbi gjysmë miliard euro koncesione dhe prokurime. Pra, zgjedhjet në Shqipëri ishin farsa elektorale më shëmtuar pas rënjes perdes hekurit në Ballkan dhe në Europë.